Passo Mondial në Top Albania Radio. Përcaktohen tashmë 8 skuadra që kualifikohen në çerek finale të botrorit. Përshëndetje të gjithëve miq të Passo Mondial. Takojmë si çdo ditë në Top Albania Radio. Jemi live gjithashtu edhe në digital në Sport News me Alket Xhebrea. Përshëndetje. Me trajnerin e moshave Arli Dulce, thash mirë, Okej, dhe Livia Brunga. Përshëndetje të gjithëve. Sot jam 6 ekipe europiane, 1 skuadër amerikano-jugore dhe 1 skuadër afrikane të kualifikuara në 8 më të mirat e kompeticionit. Janë përcaktuar tani 4 skuadrat që do të luajnë në këto çerek finale. Franca është ekipi që është favorit sa i përket përqindjeve për të fituar botrorin, por shumë afër është Spanja, shumë afër është Anglia, Argentina, pra jemi afër aty, por Franca mbetet skuadra e parë. Do ta nis me ty Livia sepse ka ardhur shumë e mërzitur sot në radio. Nuk e di çfarë ka ndodhur me ty, por na e shpjego. Unë mendoj që dje FIFA ka mbytur futbollin totalisht. Pse? Tash, nëse ju e keni pa ndeshjen, mua më duket një grabitje ndaj Egjiptit. Grabitje ndaj Egjiptit. Po si ka mundsi? Po tani, më fal, e keni pa golin e dytë të Egjiptit që anullua? U kthyer mbrapsht një aksion për një fall, edhe pastaj ndodhi e njëjta gjë që mund të ishte shumë mirë rast penalltie kundër Salas, edhe as nuk e pan fare. Un kam edhe dyshimet e mia te goli i parë të Argentinës, sepse ato reviewt, ato përsëritjet e varit. Si ka mundësi që më doli përsëritja e varit pas golit të dytë? Nuk i besoj akti varit. Domethënë, për mendimin tim kanë mundësi me bash shumë loja, shumë gjëra. Ti domethënë i bashkohesh së Egjiptit që thotë ndaj nesh ka patur një komplot, arbitri duhet hetohet, ka bërë një reagim ankesë zyrtare në FIFA për gjitha padrejtësitë që ata mendojnë se ju kanë bërë në këtë ndeshje. Alket, se fillojmë me ty pak. Ti si mendon? Pati në padrejtësi të kapim nga koka. Fillim mendoj që ishte zgjedhje e gabuar, le të zgjedhë mund të jetë arbitri francez. Mund të jetë një ndër një arbitër më të mirë. Mund të jetë një ndër më të mirë që ka arbitruar finale europiani, finale Kupash Evrope. Vure veten në pozitat e tij. Në të gjitha rastet do anatemohet. Po pse duhet një arbitër francez të ndihmojë Argentinën në këtë rast? Të ta them pse. Sepse nëse Argentina do të eliminojë, atëherë Argentina, siç janë edhe të shumt numër atje, edhe FIFA si intereson se mbushin stadiumet edhe kanë gjatë entuziazëm, është edhe Messi. Unë mendoj që faktori Messi influencon jashtëzakonisht shumë edhe botërorët, influencojnë 2022-shin edhe ka influencuar edhe këtë. Sepse nëse nuk do ishte Messi te Argentina dje, Argentina nuk do favorizohej, nuk do kishte, do ishte në shtëpi sot që flasim. Pra, më jep me pikë arsyet pse duhet të ndihmohet Argentina. Pra arsyeja e parë, Argentina ka publik. Ka tifozë që mbushin stadiumet. Po Egjipt, Zvicër nuk intereson njeriu një çerek finale e tij se çerek stadiumi mbushet. Ne e dim si funksionon edhe e dim Infantino shkon me Trumpin bën vizitën. Arbitri francez ka interes që të kalojë Argentina që të luajë Argentina në finale me Francën dhe Franca të marrë hak. Shumë i ndershëm, por të them, paragjykimi fillon ku? Fillon momentin që eliminohet Argentina, atëherë gjithë kombi Argentinës do anatemoj, do thotë, shikoni u influencuam pikërisht ndeshjen e influencuar. Do thonin ata që për shkak të arbitrit francez, rivalitet Francë-Argentinë, po. E diskutuam edhe më parë. Okej. Francezët e kanë deklaruar dhe disa që presim Argentinën për të marrë hakën finale. Pra, që gjithë e din këtë rivalitetin tashmë të famshëm franco-argentinës. Ka pikë të tretë. Pika e tretë është për të njëjtat situata ai interpretojnë ndryshe. Ndërkohë që metri duhet ishte linear. Po pse metri ishte falli e Salas? Shiko të ta them. Po si ishte fall fare? Të ta them pse. Të thënë vërtet, Arli ishte falli e Salas. Shiko, vetëm ta shpjegoj një minutë, sepse është shumë e thjeshtë. Ma shpjego. Është shumë e thjeshtë. Kolina ka dalë pak kohë përpara dhe ka thënë nuk duam më futboll të tillë, duam futboll të rrjedhshëm. Edhe nuk do ketë më falla për tarheqjet lehta nga fanella, dje për shkakun me Zvicër nuk u dha penalti, nuk do t'japim më për këto shkeljet anësore të këmbëve gjëra të tilla, sepse nuk ka. Në fakt kam parë një emision në fund kur u mbyll Serie A, ishin Kolovati dhe Tardelli, të dy kampion bote. Dhe të dy qeshen me të madhe, u tallën me atë drejtuesin e emisionit, i thanë, nga këtu kemi psuar me 10 në kohë tonë, tha. Dhe nuk dëmtohet një futbollist nga ajo mënyrë. Atëherë kur ngrihet këmba në rregulli është dhe shkel me forcë, rregulli është kur ka step on foot. Po s'ishte, ishte shkarazi. Nuk ishte shkarazi, e kapin në cepin e kpucës. Tani, më fal, po apo jo, a kishte kontakt me Salas atë? Kishte.
Ishte i lehtë, nuk mjafton për të dhënë penalti. Ishte kontakte, ishte penalti. Do ta them, asnjëra nuk ishte. Ai ishte kartoni vetëm për simulim. As në faull nuk ishte për Argentinën. Okej, dëgjoj. Sa mendon ti? Po më pyete, as faull nuk ishte për Argentinën, sa mendon ti? Ishte pra. Sa mendon ti se ndikoi ai gol që u anullua Egyptit në rezultatin e ndeshjes? Nuk influencoi, por problemi është që tani atyre lind e drejta për të thënë që shiko, ne Ore ishte 2-0. Po pra u bë, ishte 13 minuta atë moment. Po pra u bëri në dytin. Po pra. Pra u bë 2-0. Është administrimi i keq që ka bërë edhe trajneri i Egjiptit. Edhe Argentina pati fat të jashtëzakonshëm sepse u ndes dhe Messi që rekordin e fundit. Edhe futbolli modern për shkakun na prodhon gjëra të tilla që janë të padrejta. Pse? Sepse në kohët e mbarshme nuk do të kishte ndodhur kurrë. Sa ndeshjet janë kthyer ty vetëm nga hydration break. Tani gjetë arsye tjera. Jo, të ta them pse, sepse aty pasoi pak topi tani, pasoi pak topi. Trajneri ka të drejtë ndryshoj diçka, të fusë element të rinj, edhe të jap edhe një skem të ndryshme. Pasoi topi tani, Ali. Unë të preka pak performancën e ekipeve në fushën e lojës, ose më saktë të Argentinës dhe Egjiptit. Po. Më saktë të Argentinës se e shoh një ekip domethënë që pson gola në mënyrë shumë të lehtë dhe nuk janë fare të ekuilibruar në fazën e mbrojtjes. Si mendon, është Argentina një lloj siç ishte 4 vjet më parë si skuadër, si forcë skuadrë? Shiko, unë mendoj që jo. Nuk është e njëjta Argentinë. Nuk është e njëjta. Domethënë bashkohesh pak me Alketin te kjo histori. Po, kjo Argentina e këtij botërori, me sa kam parë unë me vëmendje, varet komplet në këmbët e Mesit. Domethënë edhe dje edhe ishte komplet Messi protagonist në gjithçka, duke filluar çuke penalltia e humbur, çuke asisti, çuke goli i shënuar. Se siç ta thash, ata kanë një mbrojtje shumë të brish dhe një ekipe që kanë tranzicione pozitiv, shumë shpejt, shumë gjerë, që janë të shkëlqyer, ata i ndeshkojnë shumë thjesht. Fal edhe Messi fushës u kalua shumë thjesht. Sa herë sulmoi Egjipti, gjithmonë kryer rast. Ka disa rekorde që do na lexoj tani Livia, në lidhje me Messin. Si e ka ndryshuar Messi historinë e botrorit me penalti. Me rezultatin e dieshëm, jepi. Vetëm fol përpara mikrofonit që të dëgjosh më mirë. Si e gati asnjëherë kur them. Jo, a di pse? Sepse jo, se niset tani. Mendon tani është përgatitur tani si të godas Messin dhe Argentinën. Jo të thot faktet reale. Ja, un kam faktet që penalltit që ka marrë Argentina janë më të lartat për shembull. Domethënë numri i penaltive është më i madh. 5-5 u thyer rekordi me 4 botorin e 2022-shit ka dhënë. Këtë e dim. Kjo është. Çfarë rekordesh ka vendosur Messi? 21 gola. Jepi. 9 assist. 9 assist, 2, kalon Maradonën. 9 ndeshje që shënon rresht. Që shënon, po. Pastaj 6 ndeshje. No, lexoj italisht, ka problem. Po pikëse kam italisht, ka problem. 6 ndeshje këtij botrori që ka shënuar rresht. Eliminacione direkte, ka shënuar 9. Këto ndeshjet me eliminacione direkte, 6 me eliminacione botrorin e. Po. Edhe vetëm një rekord nuk ka Messi që nuk ka shënuar në 6 botror, që e ka Ronaldo. Po e ka Ronaldo atë. Pjesën tjetër, gjithë tani i ka marr Lionel Messi, që dje, për thënë vërtetën, unë e pa shumë në vështirësi. Sidomos edhe me penalltin e humbur, i rëndoi shumë edhe në aspektin psikologjik. Unë ishte me koment huaj. Por aty u bë ke goli ai ndryshoi komplet. Nuk tha një fjalë, Anlaki tha, don humbim 11 metrshin dhe me tha për Messin i pafat. Messi goditi keq penalti. Shiko, ma shpjegoj Shiko se sa mbrohet. Duhet të ta them, shiko se sa mbrohet. Këtë doja të të pyesja. 4 nga 8 penalti. Si ka mundësi që goditi një penalti të tillë dhe si ka mundësi që u mbet 2 penalti në një botror? Teknikisht mund ta shpjegoj më mirë, por shikoj. Messi herë penalltinë më parshme e gjueti duke parë deri në momentin e fundit portierin sy. Këtu ishte i pasigurt dhe shikoj Enzo Fernandesin. Ishte i pasigurt. Enzo Fernandesi vuri duart në kokë edhe ka shumë mirë sepse ka një duket shumë i ftohtë në ndeshje. Duket i ftohtë nga emocione. Edhe vuri duart me spllëmve, vuri kokën me spllëmve dhe me kokën ulur, pra e dinte, e kishte parë të body language, gjuhën e trupit, mënyrën. Messi nuk e ka parë për asnjë moment në sy dhe në atë moment në fundit gjuheti vërtet keq. Megjithatë tani që po më kujtohet, portierët kanë ndryshuar stilin, se ja vlen ta them këtë. Portierët kanë ndryshuar mënyrën e të priturit. Dhe ky është gabim për të mos ta parë portierin. Është shumë gabim. Aty duhet shkojë një futbollist që ka element don cilësi shumë të mira. Si Neymar, që vetë me atë që ndryshon Kavilien me portierin. Ose Salah me penalltinë e fundit, pavarësisht se Salah ka shpërdoruar shumë, por Yasin Bono ka shpikur që përpara edhe në 2024 e ka bërë. E bërë edhe tani Kupën e Kombeve të Afrikës në Nigeris, lëviz përpara kohe. Dhe një futbollist merr një krah dhe hapet ajo penalltia, po ta shikosh që ka bërë Crescencio Summerville, është 10 me yll. Topi po shkon sipër në tërkonç
Dhe atë s'ka portier që të shkojë. Ky u nis përpara kohë dhe priti si qinj, sigurt ishte stërvitje. Lent, penaltit kanë ndryshuar në vitet e fundit që kemi parë, pasi në shumicat e penaltive kemi parë që futbollistat presin gati 10 sekonda pasi të biri Bilbili i Albitrit, bëjnë dhe këtë lëvizjen që shfryen komplet që largojnë emocionet dhe pastaj godit. Dhe kjo ka për të larguar komplet emocionet. Edhe kjo ka treguar efektshmëri, sepse më përpara që godisin penalltin futbollistat në momentin që sa i binte Bilbilit Albitri, nisej ishte probabiliteti më i lartë për ta humbur, kurse tani largojnë komplet emocionet, përqendrohen dhe godasin. Të them diçka në lidhje me këtë punën e rrjedhshmërisë dhe metrin që për mua nuk ishte me të njëjtin etalon, sepse më doli nga mendja. Kur foli Kolina për reduktimin e këtyre gjërave, ndodhi menjëherë më pas ndeshja Gjermani-Ekuador. Gjermani-Ekuador kemi parë këmba e Aleksandar Pavlović në fytyrën e Vites, me sushojt ekuadorian, dhe goli e keni parasysh? Goli i Leroy Sanes konsiderohet i rregullt. U morën ja 3 minuta e konsideruan që nuk influencoi fare në aksion. Ajo aty jepet që ishte influencoi direkt në gol, ajo me këmbën këtu në fytyrë u quhet gol. Rast shumë i habitshëm. Ndërsa ajo aty episodi i djeshëm që është hapur pas 3 minutash dhe ku ishte shkarë, si këmba jo këtu, jo Stepan futesh këtu. Stepan futesh këmb i këmb. Unë nuk e gjykoj dot. Dëmshme, ta thash Kolovati me Tardelin tha, është sharake sepse nuk është sport balet, nuk është balet, është sport kontakti. Unë jam pro asaj që tha Redi Jubi djem. Tha që në qoftë se faullat ndodhin pra përtej gjysmës fushës, pra siç ndodhi dje që ishte në krahun komplet të portës së gjysmës. Nuk duhet të merren në konsiderat, sepse është shumë e zgjuar kjo. Nëse një ekip shkakton një faull, ishte gati në fundoret e korrja ishte kur bë faullin. Pra Argentina në atë moment kishte kohë të kthehente aty ku përronte kalonte në ekuilibër për të vendosur ekuilibrin. Dhe ti për një faull nuk mund të kthehesh aq mbrapa në metra, siç nuk mund të kthehesh aq mbrapa dhe në sekonda dhe në kohë. Kjo gati 20 sekonda. Kënd të ta them, për mua është e pa drejt, por e kuptojmë shumë mirë, prandaj mundohen futbollistët trajnerët mos japin të shmangin në ato deklaratat mirë pas ndeshjes sepse janë nxehtë, janë akoma duhet 10 minuta, duhet ndoshta gjysmë dite që qetësohesh e mbasi je kthjellët në analizë. Ai tha që ta gëzoi Argentina kampionatin, do ne keni kampion botë Argentinën prapë sepse duan ta nxjerrin. Okej, Argentina ka pas shortin, por nuk e zgjodhi ajo. Portugalia ishte në këtë krah. Edhe luajti keq shansin e vet, sepse e gaboi Roberto Martinez, skuadra ishte shumë e lëshuar, por do të kishin parë Portugalin ndoshta, sepse Portugalia ka më shumë element cilësor. Këtu janë disa individ, të thash 8-9 lojtar, që unë nuk e kuptoj edhe shtypin Argentina, se kam lexuar edhe ata janë të habitur, sepse nuk besoj se ka kërkuar Leo. Leo është futbollist i zgjuar. Leo sa do influencë të ketë, ata duhet të kenë karakter dhe të kenë personalitetin e duhur për të shpikur, për të bërë vetë gjëra të tilla, sepse nëse Messi nuk do të ishte ndezur dje në fund, Argentina do ishte eliminuar. Dhe po të shikosh më fal, edhe ta mbyll. Shikoj lojën e Argentinës. E gjitha ishte gabim. Krosimet dën atë moment s'kishin pas një rrezikshmëri, një gjuajtje me Alexis McAllister me kokë në pjesën e parë. Jo. Me Alexis McAllister kanë rrezikuar në pjesën e parë. Nuk është kështu. Nuk ka rreziku vetëm Alexis McAllister. A humbi një rast ai ngjitur me shtyrën që priti portierin. Me kokë. Jo me kokë, më ishte me kokë. Po them me kokë. Me kokë që nuk rrezikuan. Golin e bën spektakël. Golin nuk e bën sulmues, shikoje. Golin nuk ishte Argentina e gjitha përpara, golin e bën Cristiano Romero që është në mbrojtës. Po. Shikoje pra, ai gol në pjesën e parë portieri i Egyptit ishte lojtari më i mirë në fushë në pjesën e parë. Ka prit paktën 3 raste goli të pastra. Edhe penalti. Nuk diskutohet. Një andej, një poshtë. Nuk diskutohet kjo pjesë, por po të them mënyrën se si Argentina hyn në lojë, është ky gol pikërisht i Cristiano Romeros. Dhe ai portier. Dhe ai portier që bëri ato pritje shumë të mira në pjesën e parë. Un kam rezervat e mia tek goli i Cristiano Romeros. Atë gjuajtja e Messi që ishte afër shumë. Messi këtë goditja Messi ishte shumë e fortë, u çan durat portierit. Ai e devijoi dhe e çoi topin në shtyllë. Nuk kishte atë. Ti ke një problem që thua. Argentina nuk është si 4 vjet më parë, këtu ta pranojmë. Ka njëri që e pranojmë gjithë. Argentina pastaj pse kualifikohen ata se janë më të mirë se ç'ishin 4 vjet më parë. Jo, nuk e thash këtë. Këtë the ti. Se këtu janë dobët tu kështu. Jo, këtu i thash. Nuk i thash unë këtu. Këtë vit ata kanë pas një fat. Dëgjoj keni, po luajnë kundërshtarët kanë pas jo të një niveli të mirë. Dhe prapë pa fati dhe në ndeshjen që do vi. Sepse Zvicra nuk mendoj që si Kolumbia ky nuk është perceptimi im. Po ty lexosh, këtë kanë thënë goxha shumë analistë që futbollistët
duhet të kenë të marrin përsipër dhe të mos ta lënë gjithçka në duart e Mesit ose të thuajmë vetëm për Mesin. Ky është gabim. A kishte një moment që Messi dhe mund dilte nga fusha atje? Se mund ta zëvendësonte ti. Jo, është gabim, pse duhet ta nxjerrësh? Deri minutën 70 Messi ishte e kishte rënduar shumë ajo. Nuk është penaltis, po. 2 golat e kundërshtarit. Domethënë ishte në një situatë shumë të vështirë. Messi e mori veten kur dha asistin ke Romero. Aty filloi Messi që undes loja Messit. Kur dha asis aty filloi të bënte çik më ndryshe. Po Messi tani po ta shohësh në kontakte me kundërshtarët e humbet topin gjithmonë. Se dhe mosha bën vetë. Komplet Messi për mendimin tim është komplet lojtar që rri i lirë dhe në sulm do edhe i shkëputur nga pjesa tjetër e ekipit. Dhe kemi parë që sulmues vetëm portierët vrapojnë më pak se sa Messi. Kjo është vërtetuar. Vërtet, portierët dhe Ronaldo kaq. Jo, Ronaldo vrapon. Ronaldo ecën. Por Ronaldo ka, shiko, mos bën bas tani, kush ka vrapuar më shumë? Cristiano ka vrapuar më shumë se Messi. Cristiano është po të dy një lloj analitet po. Po jo, nuk po them. Messin unë nuk dua të mbroj Cristiano, se s'kam, nuk po them të dy janë lojtarët më të mirë të Messi ka vetëm një favor, që ka të marrën kush e di sa herë. Që sa herë godet e ka rrezik ose gol. Kurse Ronaldo e ka humbur atë djatën që ka pasur. Edhe ka fituar botrorin dhe është më i qetë. Ndërsa këto lloj gjërash nuk ndodhin tek Portugalia. Të nesërmen u hap shtypi dhe than Leao ishte i revoltuar që nuk ishte futur titullar nga minuta e parë. Vitinha tha un kam 2 vjet që s'bëj pushime. Joao Neves tha kush e ka falur. Po prandaj po them që gjithë justifikuan, por në fund që gjithë u morën me Cristianon. Pra ky është trajtimi diferencuar që bëhet. Është ekipi që luani gjithë në blok për Messi. Ku është për këtë gjë më? Po këtë pra po them sepse ti nuk je dakord me mua te kjo pjesë. Po për çfarë po ankohesh për këtë? Jo, un po them që ja shivi dy realitetet, ja. Po them që ka parë Reali, ka parë Liga. Ora shi dy realitetet. Po më fal ta mbaroj. A humbi Portugalia? A filloi duke qenë Ronaldo, ai shkoi në lojtari vet, si u mund, ngushëllonte. Si u mund. Po lëre më si u mund. Me kë u mund. Po lëre më si u mund. Ora u mund. Ma ka u mund. Shumë rëndësishme edhe. Po ma ka u mund. Me Spanjën. Po kjo gjë. A shkoi Argentina të shumë eliminuar me kemi shërbim nga lojtarët e vet. 0. Nuk e duan. Dje Messi fitoi, ngritën lart gjithë. Nuk e duan, po kjo nuk e bën më të mirë dhe më të keq. Është shumë e habitshme si një simi që bëjnë lojtarët që kanë ego. Tani pasoi pak topin. Kanë ego. Pasoi topin. Për sa i përket Portugalisë është shumë e habitshme që të kesh lojtar aq të afirmuar në Europë dhe aq të mirë që luajnë me ekipe shumë të mira dhe të shohësh një ekip pa ekuilibër fare në fushë, shohësh një ekip zgjatur që 5 veta arrin mbrojtje dhe 5 veta arrin në sulm, duke parë mesin e fushës që lën një hapësirë shumë të madhe një hendek, kurse për sa i përket neshës me Spanjën, pjesën e parë ishte disi më mirë Portugalia. Kurse pjesën e dytë unë pak e shoh atë syrin tim pash një Spanjë që ishte shumë e saktë tranzicion negativ dhe pozitiv, ishte një Spanjë që lojtarët e mes fushës nuk kanë pushuar një sekond duke presuar ekipin kundërshtar. E fitoi me zëvendësime patjetër. Po edhe alternativa. Edhe zëvendësimet me Torres dhe Merino që kishte gabu penalltin Cristiano Ronaldo siç e ka gabu Messi. Çfarë do kishte ndodhur? Çfarë do i kishin bërë djalit tuaj? Çfarë do i kishin bërë? Po ti çfarë do i kishin bërë? Çfarë po i bëjnë tani? Ja, e humbi ndeshjen. Po, e humbi ndeshjen. Prap do zgjidhni trajnerin që ta mbajë atë në fushë. Nuk ikën Ronaldo. Aty e keni prap. Nuk e di, po mund të ikë. Shiko, të ta them si e mendoj. Të ta them, është menaxhuar keq situata dhe fajin kryesor nuk e ka ta mbaroj. Nuk e ka Cristiano. Fajin kryesor e ka Roberto Martinez, sepse unë nuk jam dakord. Ne kemi diskutuar 41 vjeç të ketë vetëm 9 minuta të mos luajë nga maksimumi. Ne e kemi diskutuar këtu çdo luajtur pothuajse çdo minutë. Nuk duhet i luante. Ne kemi diskutuar këtu çdo ditë. Ronaldo kanë faktorë të tjerë që e duan në kombëtare, e duan fushë, janë faktor financiar, janë faktor mbështetje, janë faktorë që portugezët nuk provojnë shumë, nuk provojnë shumë. Ti mendon se Gonzalo Ramos me pjesën tjetër të ekipit nuk është e mirë dhe ajo duket qartë. Po kjo tregon. Në këtë situatë trajneri bën një zgjidhje. Do rri me Ronaldon dhe do marr parat, apo do rri me ekipin dhe do synoj më përpara. Mendon që influenca e Cristianos tek trajneri është kaq e madhe? Shumë e madhe. Po s'është vetëm e Ronaldo, është gjithë enturazhi. Ja ta mbaroj atë. Të ta them edhe të ta vërtetoj shumë thjesht. Messi ka bërë zgjedhje për shumë vetë nuk duan Paredesin. Paredesi e shpëtoi Argentinën 3-1. Don se si mundet një lojtar që luan me Manchester City dhe mbar mushka bën. Jemi pa shkuar se jemi do shkem publicitet. Të ta them. Vazhdo. Dje kishte një episod 2-2 që Argentina është idiotësi e tmerrshme. 3-1 marmush nuk pason topin dhe hyn Leandro Paredes. Po mos hynë detaj, Rike Thelbi. Mos hynë detaj. Po rasti. Ai ka bim 3-2 për Egjiptin. U ka në tranzicion Argentina. Po ndërsa tani lojë gabime është futbolli.
Ata e bën Cristiano nuk influencon në zgjedhjet e trajnerit, sepse po të kishte influencuar Fernando Santos nuk do ishte. Ai influencoi që të rritë Fernando Santos dhe kur e pyeti presidenti. Edhe tani João Neves, Vitinha, Bruno Guimaraes, Bruno Fernandes nuk do ishin fare në fush. Sepse këta janë njerëzit që nuk pasojnë, këta janë njerëzit që kanë dorë. Nëse te Messi zgjedh Paredesin, zgjedh Rodrigo de Paul, që shumë veton nuk duhet të jenë fare. Nuk duhet të jenë. Pse i zgjedh? Ata po fitojnë vetëm pse i zgjedh. Kjo është influenca. Po mirë bëhet ti ekipi, ta bëj Ronaldo ekipin. Po mirë pra, po mos thuaj që Cristiano është e keqe sepse Gonçalo Ramos s'është e keqja, po s'po lund dot Elket, nuk lund dot, nuk vrapon dot. Kjo është Portugalia pra. Kur ka futbollist janë egoist. Njëri është në shtëpi, tjetri po vazhdon shpin portugeza, bolën, rekordin, o jogun, që gjithë kritikojnë, jo vetëm Cristianon, i kritikojnë blok egot e futbollistëve. Po patjetër gjithë. E nuk është vetëm Cristiano, ata para pëlqejnë që të mos kujtojnë vetëm ata duhet bien në qetësim me shpirtin e vet. Siç bien në qetësim Livia tani. Po disa informacione para se të kalojmë në publicitet. Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbroj gjithçka që ka rëndësi për ty sepse tani është më e thjeshtë. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt në kategorinë Bli online, zgjill siguracionin që ti do. Pron, shëndet ose makinë. Plotso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic 25 vite që kujdesemi për ju. Pas pak rikthehemi këtu dhe flasim pak se si janë përqindjet për 4 ndeshjet qerefinale, ku ka një kuriozitet për Argjentinë-Zvicër. Së dytë me Livian që na jep informacionin e radhës. Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Birra nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar. Përfitoni nga këto ofertat deri në datën 19 korrik. Spar pranë familjes çdo ditë. Tani do t'i prekim pak qerekfinalet 1-1. Po e para, lajmi i ditës është që Norvegjia është vendi kombëtarja që është rritur më shumë në renditjen e FIFA-s. Nga vendi 31 ka shkuar në vendin e 19 në botë. 12 vende ngjitje me rezultatet që ka arritur Norvegjia në këtë edicion. Nga lista e skuadrave favorite, Franca është e para 24% që mund ta fitojë botrorin, pastaj Spanja 21%, Argjentina, Angli 17%, pastaj vijnë skuadrat e tjera. Zvicra ka më pak shanse nga të gjitha, vetëm 4% për ta fituar këtë botror. Me parashikimet fillojmë me Arlin, France-Marok. Statistikat thonë 67 me 33 për Francën. Atëherë Glen, natyrisht që Franca është favorite, por ne kemi parë që Maroku është në krahasim me Marokun në vitin 2024 është një Marok më i guximshëm, është një Marok më i fortë. E shikoj një ndeshje me shumë duele, shumë ndeshje të fortë dhe mendoj që ekipi i Marokut i ka shumicën e lojtarëve i ka që i luajnë dhe në kampionat francez. Por që nuk ka kanë edhe të lindur atje në Francë. Eksakt. Dhe nuk e shikoj një ndeshje shumë të lehtë për Francën. Nuk e shikon të lehtë. Pra 67 me 33 duket diferencë shumë e madhe, ndoshta më afër. Po kemi parë që tani diferencat janë shumë të vogla, nuk ka më diferenca aq të mëdha janë lojë, se kemi parë surpriza nga më të ndryshme të botror. Spanjë Belgjik Alketi. Momenti thot 68 me 32 për Spanjën. Spanja duhet fitojë, kam përshtypjen që për mënyrën se si ka ardhur Belgjika këtu motivua shumë nga çfarë ndodhi me Ke parë rritje tek skuadra Belgjikës nga ndeshja në ndeshje? Ka rritje sepse është vjen vetvetiu nga momenti kur trajneri trajnerin Rudi Garcia e mori i hoqi me shpejtësinë e dritës Lukakun, De Bruyne ta pata thonë që De Bruyne po i prish punë. De Bruyne, Lukakun, kush ishte tjetër? Gjithë tre lojtar, Oçi Boshtin, ty kuptohet qartë që gjithë janë me këtë me sushorin e Aston Villës, ka qenë kapiteni e Leicester City, Tielemans. Ai është lojtar vërtet me sushor që i bën gjitha. Ai është all around player. Ta lojtar që ndihmojnë skuadrën, por nuk besoj që do ta mundat sistemin, sepse Spanja ka sistem, pavarësisht se un kam rezerva për Yamalin, e pyetëm Dybalën sot dhe tha. Vetëm ai s'po. E pyetëm Dybalën dhe tha Yamali ka cilësitë, un jam habitur sepse Dybala e njoh mirë se luan te Roma, dhe tha i ka cilësitë e duhura për të qenë si Messi, për ta kaluar. Mua më duket e pamundur që të ndodhë kjo, sepse tani e shikoj që është nervoz, do të bjerë sy, bën mendje madhin. Duket si trupi huaj shpeshherë i prish punë sepse u mbet topin vazhdimisht, hyn duele të kota 1-1 kur ka rastin për ta pasuar topin. Edhe Spanja
më bën shumë përshtypje. A është Jamali në formën e vet më të mirë si nga ana fizike si shikon? Jamali driblimin e parë ka bërë me Mendes. Në pjesën e dytë kur Mendes i ka bërë të rregjë, domethënë nga 6 duele, 5 duele ka fituar Mendes dhe atë duel që fitoi Jamali detyroi që Spanja po funksionon dhe kjo është që bën sistemin të triumfoj, sistemin e Fuentesit, sepse skuadra po luan pa krahat, pa Nico Williamsin. Tani është bërë për fat dhe pa Jamalin domethënë. Këdo të kishte vulur te Jamali kanë përshtymin o do kishte bërë njësoj o do kishte bërë më mirë se Jamali, sepse nuk kanë parë një përmirësim. Trajneri po, është pjesë e grupit, sigurisht që ata e duan në shumë i thjesht, nuk e kanë para së ngre zërin, edhe aty me një qetësi olimpike bëri zëvendësimet e duhura të kundërtën e Roberto Martinezit, që futi Leao të thash ishte krejt jashtë, humbi topin, utha, edhe nuk u kthye. Ndërsa bëri dhe zëvendësim futi Bernardo Silva që nuk më pëlqeu. Bernardo Silva shkaktoi faullin, u duk krejt i papërgjeshëm. Dhe Bernardo Silva dhe Ruben Dias, një qendërmbrojtës, është aja e mbrojtjes. Mund të më shpjegosh çdo Ruben Dias për të sulmuar njeriu që ka topin dhe harroi Merinon. Gabim pasimet bukur spanjoll. Edhe që është kjo numerologjia, domethënë, se kishte gjë të bukur, mu kujtua trajneri Domenech, si e ka pas trajneri i Francës, 2010 që merrei shite yjet dhe pastaj ndërtonte formacionin. Roberto Martinez sa data 6 është ditë fati tha sepse data 6 kam pas këto do ndodhi kjo gjithë golin e psoi pikërisht nga numri 6, po. Me dashkë 6 korrik 2026. Festa e San Fermin. Tani nga gjitha krah tani Argentinë Zvicër e the për Spanjën. Argentinë Zvicër është një skuadër një Livias, bëj një Argentinë Zvicër. Norvegjin me Angli. Norvegjin me Angli. Norvegjia Angli është në parashikime është diferenca më e vogël mes ekipeve. Është 61 me 39 që fiton Anglia. Ka diçka sepse është dueli midis dy shokëve, Haaland me Bellingham. Në Norvegjia në këtë botror mund ka lënë atë idenë e paparashikueshme. Nuk e di se çfarë mund të bëjë Norvegjia. Edhe unë që neshën e parë që kam pa, ta kam thënë ekipi jemi i dytë i preferuar në këtë botror do jetë Norvegjia. Më pëlqen shumë si luan, edhe thash, mendoj që më vërtet mund të ketë shumë pak diferencë mes dy ekipeve. Se di. Klent. Nuk kanë asgjë për për sa i përket neshës Norvegji dhe Angli, është njëra që me zor po pres që ta shikoj. Pse? Sepse është më e vështirë për të pasur në 3 mëngjesit. Janë të dyja ekipe shumë të ngjashme me njëra tjetrën. Janë ekipë. Janë ekipe shumë të paraafërt dhe shumë të ngjashme me njëra tjetrën. Flas dhe në aspektin fizik, po flas dhe në aspektin sepse shumica e lojtarëve janë gjithë që luajnë Premier League. Pra dhe Haaland do përplaset me shokët e tij që kanë tek City, si me Stones, si me Riley e tjerë, domethënë dhe më mirë se e njohin shokët e vet që e kanë ekip. Haaland për ne që do edhe Gabrieli e njihte mirë po. Është një përballje shumë interesante. Edhe unë një kalim të shpejt. E para, Marokun e shikoj kafshat thjesht për Francën, pse? Sepse nuk është Maroku. Pse? Sepse ka ndryshuar mënyrën e lojës dhe ky është teknicien. Ky nuk bën regrauin. Ai luante me blok tulet poshtë dhe i besonte mbrojtjes. Ky nuk di të mbrojë, nuk mbron aq mirë. Po të shikosh Maroku ja ka lëshuar rastet e skuadra kundërshtare. Dhe Franca po kaloi shpejt përpara, Mbappé do kaloi mesin, do shnoja 3-4 sepse Maroku nuk mbron aq mirë sa që mbronte përpara. Ka disa probleme të tjera. Ndërsa Norvegjia Angli mua nuk më ka bindur Anglia. Anglezët e kanë futur si një ndër ndeshjet më epike. Anglezët ti kuptojnë. Atë me Meksikën thua. Apo nuk ishte fitore epike ndaj Meksikës. Nuk ishte fitore. Për situatën që erdhi, unë mendoj që atë fitore shumicën e meritës e ka trajneri. Pse? E ka trajneri, por edhe bëri ndryrë në momentin e caktuar. Po përveç asaj Glen, nuk është se thjesht të lush gati 60 minuta me 10 lojtarë, me një atmosferë mbytëse, me ekipin pritës, me tifozët e vet, e pa shumë mirë. Po luan ndaj Meksikës. Meksika di kë ka mundur. Ishte Meksika keq. Halket rritje pati. Skuadra fort. Falja kjo unë që një Anglin që jam përkrahas i saj, unë e di shumë mirë se çka ndodhur me Anglin. Dhe ky është problemi i madh i anglezëve. Don tifozë Mirfield, si puna ime thon, un fal kur do fitosh titullin ti, sepse ti je ankuar që s'ke pas fat. Ti je eliminuar nga Kroacia, ti je eliminuar nga Belgjika, ti je eliminuar nga këto skuadra, ti je eliminuar kur të del Franca përballë, kur të del Portugalia, kur të del Spanja, kur të dalin italianët, Italia e mundi duke qenë se donte të bënte catenaccion. Italianët kanë mësuar botën, ai donte t'ia bënte. Ai ishte tani i parshëm. Unë mendova se do ndryshonin, tukeli po luan më keq se sa italianët. Nuk jam dakord fare, për mënyrën defensive. Pse? Sepse e kam parë me Ganën shpëton Perëndia dhe shpëton gjyqtari që nuk jep penallti Ganës. Po. Ha?
Po. Ndeshje me Kroacinë ke psuar 2 dhe duhet psoj edhe një 3 tjerë, sepse ka pritur këtu i smëtoi Pickfordi. Dhe gaboi taktikisht, që unë nuk e prisja që të gabonte, një trajner me shumë eksperiencë, 54 krosime i hedhin zonë anglisë, ai futi Dan Burnin që është 2-0-2. Ata janë gabime shumë të rënda. Meksika nuk kishte asnjë shans dhe po shikoja ndeshjen me qetësi, domthon, që unë jam shumë tifoz i Anglisë. Po shikoja e dija shumë mirë der Nagim ishte, por der të nesërmen nuk kishte shans të shkonte Meksika me atë mënyrë loje. Glenda, dikush është ndryshimi midis Southgate dhe Tuchel, sepse Southgate ishte një trajner që u fuste në fushë për mos të humbur. Konservator. Dhe nuk ishte kurrë një plan B për ekipin, kurse Tuchel kemi parë që përveç faktit që bën një lojë gjë gjithmonë Gleda, është çuditshme. Përveç faktit që bën një lojë shumë shkëlqyer. Por është dhe trajner që menaxhon shumë në momentet. Kane është në formë. Po kur të biesh në kur të biesh te skuadrat e forta, ai ka fushore fare gjithë krah. Argentina, ata është Argentina, mo. Jo, fal, e di pse Argentina fiton dhe pse i zgjidh ndeshjet. Dje pati edhe doza teksuar fati, por nuk është i gjitha fat. Të ta them pse. Sepse gjitha këto Portugalia funksionon si band. Nga ky krah u mendoj që Norvegjia është më e fortë. Argentina, të ta them sekretin, thelbi i Argentinës është funksionon si klub. Është fryma e grupit, të skuadër, është fiks si skuadër, si klub. Prandaj funksionon Argentina, mos u habita, fitoi prapë botërorën, ta mundi Francën në finale. Mos u habita edhe Franca, shumë ekipa ama. Po Franca është, por Franca nuk ka vite larg. Franca është skuadër super ofensive me që Didier Deschamps do dalin pension, ka vendosur ta mbyllim me nder, ta mbyllim sulm, sepse është trajner konservator. Ndërsa për ndeshjen e Zvicrës, Argentina nuk e di sa të lehtë do ta ketë, ka për ta pas vështirë sepse Zvicra nuk ka talente, por skuadër lineare. Zvicra ka 10 ndeshje që nuk mundi. Zvicra sulmuesi kryesor Zvicrës Mazambi. Ai di ka zgjuar ndeshje me 5 probleme don. Kishte mungesa pafund, Pisher dhe ky edhe Ruben Vargas ishte dëmtuar, futi ka pas ai ka shumë mënyrë vërtet të përkryer don dhe ky është rritur shumë duket sikur pajtuan edhe me rezultatin e lojës dhe çun lojën aty ku deshën. Edhe problemet brenda grupit që ka pas Zvicra sepse unë ka një pikë fort që sportieri Kobel dje ishte. Nuk është vetëm ai, është Remo Freuler dhe Granit Xhaka. Graniti humbi një top dje që kullonte Xhak, gati u eliminuan me atë në fund fare, por shqyr kam pas nxori jashtë, por Zvicra po kishte dalë Kolumbia do ishte më e vështirë sigurisht. Ka qenë në grup me Hungarinë. Edhe derbi latin ato pastaj kanë. Me Skocinë, me Gjermaninë u kualifikuan në Europian, eliminoi Francën dhe pastaj u eliminuan nga Spanja me 11 metrësha. Ishte eliminuar 4 herë me 11 metrësha. Ishte eliminuar nga Spanja, nga Anglia, është eliminuar nga Polonia në 2016-ën. Si më thënë edhe një pra këtu kanë kaluar dhe një tabu ata. Kanë Kobeli Pickford, kanë qendrat mbrojtjes, kanë Akanjin që shpërdorohet 11 metrë që nuk e kuptova se si domon pse e quajti shumë larg. Ishin stërvitur shumë për penallti. Gjithsesi shokët e tjerë tek i u dërguan shumë gjak ftohtë gjuhët e penalltive. Ndërsa përpara janë të paparashikueshëm, por me Mazambin ata rregullohen. Ata me Mazambin është një ndër lojtarët e rinj erdhën në fund. Falenderoj Marlin që ishte me ne sot. Alketin që vazhdon gjithmonë të ketë mendime të ndryshme nga studio, po gjithmonë i gjet mendime të ndryshme. Ose isha me Alketin me thënë. Po patjetër, po. Livia gjithmonë me mua që vetëm Lorenzo Emili del kundër atij. Me paso takojmë përsëri nesër në orën 14 për të tjera ngjarje, do fokusohemi shumë te ndeshja midis Francës dhe Marokut që luhet nesër në mbrëmje. Deri nesër në orën 14 rishihemi dhe ridëgjohemi përsëri.